Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jeni me diabet, një got nga kjo pije ul sheqerin në gjak në kohë rekord. Ja receta, menaxhimi i diabetit të tipit 2 përfshin mbajtjen nën kontroll të nivelit të gjakut. Sipas një ulëmtimi, një pije e kuqe mund ta ul sheqerin në gjak në 15 minuta pasi që ju e konsumoni atë, e cila është ajo. Tipi 2 i diabetit shkaktohet nga prodhimi i dobët i insulinës në pankreas. Insulina është një hormon që rregullon sheqerin në gjak, elementi kryesor i sheqerit i cili gjendet në gjak. Brenda këtij mekanizmi rregullues, nivelet e sheqerit në gjak rriten dhe kjo gjë shkakton një mori problemesh. Fatmirësisht, ju mund të arrisni furnizimin tuaj me insulin, kështu ju duhet ta rregulloni sheqerin në gjak duke marrë vendime që të bëni një jetë sa më të shëndetshme. Një ndërhyrje premtuese është që ju të pini lëng shege apo të hani të tilla. Një studim i publikuar shqyrtoi ndikimin e një gote lëng shege dhe ndikimin e saj në nivelin e sheqerit në gjak. Për këtë u rekrutuan 21 vullnetar me peshë normale. Vullnetarisht fillimisht ata pinë një gotë ujë dhe pastaj një gotë lëng qershie. Gota e ujit kishte 18.6 gram glukozë dhe 18.3 gram fruktozë me përmbajtje të lëngut të shegës. Sasia e sheqerit në gjak ishte e matur më parë dhe reagimi do të shihej pas 15, 30, 60, 90, 120, 150 dhe 180 minutave pas pijes. Testi i sheqerit në gjak matet gjatë natës kur ju nuk jeni duke ngrënë. Sipas ekspertëve, në të gjitha analizat, marrja e ujit nuk e ndryshoi nivelin e sheqerit në gjak. Megjithatë, të njerëzit e shëndetshëm me nivele të ulta të glukozës, glukoza e ulët mjaftueshme u rrit pas 15 dhe 30 minutash kur u mor nga ata të cilët kishin pirë lëng shege. Për më tepër, nivelet të konsiderueshme të insulinës u pan tek ata personat pas 15 dhe 30 minutash që kishin pirë lëng shege krahasuar me ata me ujë dhe sheqer. Kërkime të tjera kanë treguar po ashtu benefite që mund të keni nga pirja e lëngut të shegës. Një studim i kryer tregoi që lëngu i shegës mund të sigurojë përfitime shtesë për diabetikët. Lëngu i shegës u testua te një grup i vogël njerëzish të cilët kanë treguar se mund të vijnë në ndihmë për të ulur nivelin e sheqerit në gjak. Lëngu i shegës ul gjithashtu rrezikun e arteriosklerozës, e cila është një gjendje potencialisht serioze ku arteriet bllokohen nga substanca yndyrore të quajtura pllaka yndyrore apo ateroma. Ndërkohë, përdorimi i insulinës dhe i medikamenteve duket i paevidentueshëm për njerëzit e diagnostikuar me diabet. Me kalimin e kohës, niveli i triglicerideve dhe i tensionit të gjakut tek personat me diabet rritet ndjeshëm, duke nxitur kështu përdorimin e një sër medikamenteve që shkaktojnë dëm në organizëm. Të dhënat gjithashtu tregojnë se një regjim specifik ushqimor i cili përfshin fruta dhe perime të freskëta është shumë efikas. Ndërkohë, duhet të dini se konsumimi i frutave të shëndetshme, të plota dhe të shtrydhura mund t'ju vijë në ndihmë për të ulur nivelin e sheqerit në gjak, por ekspertët sugjerojnë që t'i konsumoni ato të plota pasi sasia e frutave në lëngje është më e madhe dhe përpasoj edhe sasia e sheqerit. Ju duhet një vullnet i çelikt dhe një përkushtim i fortë për të konsumuar vetëm ushqime të gjalla dhe të pagatuara derisa niveli i sheqerit në gjak të ulet. Fal nivelit të ulur të sheqerit në gjak, ju gjithashtu mund të humbisni edhe më shumë në peshë. Regjimi me ushqime të freskëta dhe të pagatuara do ta vini re që do t'ju transformojë. Në rreth 4 muaj ju do të arrini të normalizoni tensionin dhe gjithashtu peshën dhe trigliceridet. Të gjitha këto arritje
vijnë falë zgjedhjeve të shëndetshme dhe jo ndaj ilaçeve. Sipas të dhënave, një nga lëngjet më të rekomanduara është ky kombinim fitimprurës për shëndetin. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 5 kivi, një grusht me spinaq, 2 banane, 2 mollë, gjysmë litri ujë. Përgatitja: hidheni të gjithë përbërësit në një mikser dhe përzijeni së bashku. Shtoni ujin dhe përzijeni sërish. Pini rreth gjysmë litri të lëngut në mëngjes dhe pjesën tjetër gjatë ditës. Nëse ndiheni të uritur, hani fruta, sallata dhe peshk ton, sepse trupi do të ketë nevojë për vitaminën B12. E bukura e këtij regjimi është se nuk do të ndiheni të uritur. Truri dhe trupi e merr të gjithë informacionin që i nevojitet nga gjaku, ku edhe gjenden ushqyesit më të dobishëm. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk mund ta përdorë atë siç duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak dhe kjo gjë pasohet me një sër simptomash siç janë ndërpitja fizike apo sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet e pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mirat sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të nivelit të sheqerit në gjak. Ndërkohë, ju duhet të konsumoni drithra të plota ose bukë elbi. Ndonse shumica e bukëve duhen shmangur, buka prej elbi dhe ajo prej drithit të plot kanë një nivel të ulët glicemie. Ato gjithashtu janë të pasur me fibrë e cila ngadalëson tretjen dhe njëkohësisht stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrush, mollë. Shumica e frutave kanë një nivel të ulët të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fibrë, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një nivel të lartë glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit të cilët konsumojnë më shumë boronica, rrush dhe mollë kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatja e ëmbël. Patatet e zakonshme kanë një nivel tepër të lartë glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe për më tepër janë të pasura me ushqyes. Kosi. Kosi gjithashtu është i vetmi produkt bulmeti i cili ul rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka një nivel të ulët glicemie dhe mbi të gjitha është i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka gjithashtu një nivel të ulët glicemie dhe ka pak gjasa që të shkaktojë luhatje të nivelit të sheqerit në gjak. Tërshëra gjithashtu përmban edhe B-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul yndyrnat në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos të teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët gjithashtu janë të pasur me fibër dhe kanë një nivel të ulët glicemie prej 9,55. Ato janë gjithashtu të pasur me proteina me bazë bimore, acide yndyrore, mono të pangopura, antioksidant dhe gjithashtu vitamina dhe minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhen konsumuar pa e tepruar dhe në variantin e tyre të papërpunuar. Hudhra. Sipas ekspertëve, hudhra ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe gjithashtu ajo përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet të hahet e freskët sepse ushqyesit e saj janë shumë herë më të dobishëm. Gjithashtu duhet të konsumoni peshq. Peshqit nuk kanë nivel glicemie dhe ato janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat të cilët janë të rrezikuar prej tij. Mirë po duhet të dini,
Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.